Ditëve të fundit, në rrjetet sociale ka qarkulluar një fotografi që u interpretua se banori i Big Brother VIP Kosova 4, Labinot Rexha, ka një fëmijë jashtëmartesor. Lajmi shkaktoi reagime të shumta nga publiku duke ndezur spekulime dhe thashetheme mbi jetën private të tij. Lidhur me këto pretendime, bashkëshortja e Labinotit, Laureta Hoxha, ka dalë sot në emisionin Kosova Today në Klan Kosova për t'i mohuar ato njëherësh. Ajo sqaroi se situata ka lindur nga një keqkuptim për shkak të mbiemrit të njëjtë, Rexha. Laureta theksoi: "Ky fëmijë nuk ka të bëjë asgjë me Labinotin. Labinoti, përveç që ka tentuar ta kontaktoj babain e fëmijës dhe ta ndihmoj, nuk ka asgjë tjetër. Nëna e fëmijës nuk ka mundur të kontaktoj me babain e vërtet dhe e ka gjetur Labinotin vetëm për shkak të mbiemrit Rexha. Ajo ka kërkuar ndihmë nga Labinoti për ta gjetur prindin e fëmijës së vet. Ajo shtoi gjithashtu se babai i vërtet i fëmijës është një familjar nga Rauveci, po ashtu me mbiemrin Rexha, duke e përjashtuar çdo lidhje tjetër me Labinotin." Kjo deklarat vjen pas një vale spekulimesh në rrjetet sociale, ku disa përdoruese lidhen gabimisht Labinotin me fëmijën, duke krijuar tension dhe keqkuptime mes fansave të emisionit. Publiku pritet të ndjek me kujdes zhvillimet e mëtejshme dhe reagimet e banorëve të tjerë të Big Brother VIP Kosova 4, ndërsa Laureta duket se ka vendosur të qartësojë një herë mirë situatën për publikun.